Me 22 dhjetor të vitit 2010, ish veterani i ushtrisë shërbëtare të Kosovës dhe pastaj pjesëtari i policisë së Kosovës, Arben Sejdiu nga Grabnica e Klinës, u vra në shtëpinë e tij nga persona ende të paidentifikuar. Ai derisa po qëndronte në shtëpi, ishte sulmuar me armë zjarri ku kishin mbetur të plagosur edhe 2 familjarë të tij. Derisa po shkonte në shtëpi, pas përfundimit të orarit të punës, u vra edhe një ish pjesëtar i ushtrisë shërbëtare të Kosovës dhe pjesëtar i policisë në Kaçanik, një ditë më parë, Muhamet Lika. Lidhur me vrasjen, pas një dite pati reagime të shumta. Sindikata e Policisë së Kosovës e konsideroi atentat kriminal vrasjen e tij. Ky akt i rënd është një atentat i drejt për drejt ndaj sigurisë publike, ligjit dhe vetë shtetit të Kosovës. Çdo sulm ndaj një zyrtari policor është sulm ndaj Republikës së Kosovës. Për këtë rast reagoi edhe ministri i punëve të brendshme, i cili bëri thirrje për dorëzim të personit ose personave të përfshirë. Ftoi dorasin apo dorasit që sa më parë të dorëzohen në organet e rendit, meq i gjithë aparati shtetëror pa hezitim dhe pa kursim është i mobilizuar të zbuloj dhe arrestoj të gjithë ata që janë përfshirë në këtë vrasje. Ndërkaq reagime të menjëhershme të organeve të rendit kërkoi edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauku Njufca. Reagim nga institucionet dhe ngushëllime shprehen edhe kryetaria e PDK-s, Vlora Çtaku, kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj dhe kryetari i AK-s, Bexhet Pacolli. Këtë rast eksperti i sigurisë Avni Islami po e konsideron alarm për sigurinë. Që të vijë dete parandalimi rastet e tilla, duhet që ne si shoqëri, po duke filluar nga familja, nga shkollat, nga organizatat jeshqeveritare dhe të dalim me strategji lidhur me armbajtjen pa leje se armët nuk duhet të mbahen nga personat pa përgjegjshëm. Në 10 ditët e fundit, në Kosovë janë vrarë 5 persona në rrethana të ndryshme.